Nuk ka siguri në gjithë teritorin shqiptar, se po t'jem unë, kryeminist ose president Republike, ose drejtor komunalje, nuk ka shans që të vritet adoleshenti me adoleshentin. Qa të thëmë më tepër? Pse s'ka shans? Po s'ka shans, se nuk të falë unë jam për shtet ligjor, demokratik, jam kryet demokrati i botës globale. Kurse këtu është inspektori i policisë vret qytetarin, i thotë vrite. Pra ka fajin policia, thoni? Inspektori i policisë vrite, thotë Ramazanin. Më falë, kom zërin, ma të shi. Dora të shi, unë kam zërin. Inspektori i policisë. Nuk shkon të bëj punën, po pret kur të nodhin gjarja, kur nodhin gjarja, policia ishte... Pse shkon gjarja? Pse shkon? Fajtor janë organet ligjzbatuse edhe drejtësia. Edhe drejtësia shqiptare. Edhe politika është e shpataluar. Politika? Po. Nuk funksionon shteti shqiptar. Nuk ka shtet. Votuesit e parë. Ku shok do? Janë votues që do votojnë për qeverinë e re. Ku shok qeveria e re? Janë italian, duhet bëhen shtetas shqiptar. Kjo tani. Në qëse nuk kalon mbrojtja 24 orë detyra kryeminist ose president tek unë, Shqipëria nuk ka siguri të vinë italian, gjerman, amerikan, se unë jam amerikan. A kupto, të vinë nga çdo vend i botës nuk ka siguri Shqipëria. Ta thash, inspektori i policisë sot vrite zonjën, fal, vrite zotërin. Po thash, po e zotërin. Vrite Ramazanin, pra thot. Po 4 inspektor policie i kam quar unë ke drejtori i policisë shtetit. I keni denoncuar? I kam quar që duhen me vrak kryeministin ose presidentin. Pse? Sepse unë jam me Amerikën, jam me ligjin, jam pro ligjit. Po, kush ato nuk duhen Malicin. What about Albanian mafia? No, you don't speak Albanian. And I don't speak Italian. No, Italian mafia is better. It's better. It's good. Bye. Vetëm Italia mafia, thot, s'ka tjetër. Shikon vetëm mafia italiane mbi zotron. Ku? Taksirat që bili javë thjesht. Tu dhe jashtë. Dhe gjo këtu. Këtu nuk, mafia është e zbuluar. Kush e ka zbuluar? Kaftot? Është e zbuluar mafia. Kush e ka zbuluar? Mafia, kokat e mafjes janë politikant 120 deputet në parlament. Po pse më politikanë shkuan dhe vrandën 12 natës në kafe? Po politikani nuk di me di për qytetarin. Po dhe policia s'do me di. Edhe policia, i bie të rri policia në çdo lokal, të rri ai polic. Tani, unë ta thash hapur. Qa do bëhet ti po t'ishe në vend kryeministri? Me fjalë, kur të dalin nga mëngjesi qytetari apo qytetarja, të mendohet që t'i flasim i mëngjes tjetrit. Të mendohet. Apo i flasim ne mëngjes njëri tjetrit? Ore, nuk ekziston re. Pse jemi për kështu në ti? E se unë me ty. Jo, përgjithsisht. Përgjithsisht nuk ekziston. Pra, kjo ka çuar edhe tek vrasja. I ka përqa politika popullin shqiptar. 3 forca politike. Partia Socialiste, quhet Parti Socialiste, post-komuniste, Partia Demokratike, Parti Socialiste, post-komuniste, Partia e LSI-s ose e Liris, Parti Socialiste, post-komuniste, sistem komunist me ekonomi tregu. Dëmo, sistem komunist. Tregu çamë po tregu me dreses. Ekonomi tregu me Kinën, me Vučićin, me Putinin, me Melonin, me Grekun. Këto nuk e duhen Amerikanin. Pra ne duhet vrasin Ramazanin. Pra ne duhet vrasin Ramazanin. Du me të vra? Po, Pse? mbi 20.000 atentate kanë bërë drejt tani. Ndaj teje. I kom quajnë spake, ka se kom quajnë gjithçka. Kanë rasti qetësi tani largoj, ka thonë se jemi zbuluar. Mafia është në parlament. Ja ti e kamufluar kështu me kapele, me... Jo, jam atentar dhe patri më i madh me kom qytetar. E pas ka lënë dhe mjekër si Edi Rama. Jo, e kam pas me të gjatë, se kom gërshërët si e krasis. Kom gërshërët e krasis kur du. I kom gërshërët në gjep. Pra, kur ti je ti kryeministër, edhe berberin do e kursesh.
Për të mirën e kombit. Jo, unë jam për të shërbi kombit. Po. Për 24 orë, unë zhduk varfërin. 24 orë. Për 24 orë t'ja fjalën. Një 3 pika si do zhdukësh ti varfërin për 24 orë. Po tërgës sekretin unë e bani tjetëri. Thotë ai zanatën e vet. Për 24 orë bëj 1 milion pensionin. 1 milion. Për 24 orë. Ndihmën ekonomike. Për 24 orë 600.000 lekë të vjetra deri kur t'i gjej punën. Çdo personi. Çdo personi. Kurse kembi, grupi parë 600.000. Grupi ditë 400.000 lekë të vjetra, grupi 3 800.000 lekë të vjetra, grupi 4 1 milion e gjysëm. Ku do gjesh to lek? Po i ka hangër gjarpri. Fala. Gjarpri. Na trem, ha. Gjarpri pa kam. Kush është ky gjarp pakam? 120 gjarpri në parlament. Ata kanë këm? Jo, janë pa kam ato. Sa ato kanë bo pazarin, edhe, nuk e thëmë do të do, më fala, kanë bo pazarin bashk, Saliu shiti partin këtë radhë, bëni pazar me mikun tim, Ramen. E kam mik Ramen, po që kam pa hajrin. Që do të mik ti që... Po të shumë mik, mi miri ke që kam mik. Edhe po shikojë ngjaje pak shumë e rëndë. E kam mik, po nuk ka bërë asgjë deri tani. Kurse Saliu bëni pazar, tha, ora më tha. Aman, tha, mere pushtetin, tha, më shën burg. Saliu të shkën burg, ke i liri. Dhe të shkën rrishto. Rama të shkën ma vonë, i funit. Saliu ka thënë që edhe një 10 vjet tjera aty e kemi. Ku i kemi? Kryet PD-s. Saliu do shkoj ke Ilir Meta, të haj gazeta, dhe pastaj i funit arrestohet miku i me Edi Rama. I funit. Masi të arrestohen gjithë. Po pas kemi shumë. Shumë gjatë do shkoj. Mbi 5.000 figura politike. I bie edhe një 10 vjet. Sa i Pelini tha 1.800, mbi 5.000. Atëherë i bie që të arrestohet Edi Rama kur të vej në moshën e Sali Berishës. Jo, në qëse Edi Rama bën një hap pas, ja kom kërku une. Edhe i dërzot të dirë unë, dhe bashkëpunim bashk, përkohësisht, dhe i sa që kënë të 5.000 figura politike, e në Rama thotë një, o miku im, hajde më shoti, ke burgu, dhe më shështi, i se më shkoa dërzohu vetë, se e ke ma të letë, kur të vitet të këj une, të të bi ushime, se s'ke lek, me mangër. Ramës, se unë mori 160.000 lek në kemp invalidi. Bashkohë me 160.000 lek, 6.000 lek vjetra. Jeto njëri ju? Ti merë kemp, invalidi? Invalidi 160.000 lek, se 7 vjetë. A jeto njëri ju me 160.000 lek vjetra? Prandaj ti do bësh kryeministër që të rregullosh veten rreth parë, se po rregullove veten nuk rregullon dot popullin. Unë që të rregulloj popullin, e kom rregullu veten, se më kap. E shqisoj me popullin. Po më kap mua jo. Aje val. Sa vite mendon se do të duhet për ta mprapsur Ramën? Ramën. Rama po të thamune. Po tham tani e hapur. Rama i drejtohem si miku im, qofti mirë, qofti keq, bani hap pas, ta kesh ma të letë për para spakut.